Pse SPAK po amniston ende Taulant Ballën? Raportet e drejtësisë së re me Taulant Ballën kanë kohë që për arsye të ndryshme janë stopuar. Burimet e afërta si grupet mediatike afër prokurorëve ashtu dhe me ato afër kancelarive ndërkombëtare bëjnë me dije që ka sinjal kohë të fundit që edhe dosja e tij do të riaktivizohet shumë shpejt. Muaj më parë emri i kreut të deputetëve të Majt Balla artikulohej si vetëm çështje orësh nga media si objekt ndalimi dhe arrestimi nga ana e organeve të reja të drejtësisë. Madje, aso kohë edhe vetë kryedemokrati Berisha shpesh përcjellte për publikun fazat të interceptimeve telefonike të komunikimeve të Ballës me fragmente kriminale në zonën e Elbasanit. Në këmbim të votimeve, burimet të besueshme pranë SPAK sigurojnë që një dosje e tillë thjesht dhe vetëm ka hyrë në pitstopin preferencial të prokurorëve të SPAK, por kurse si dhe për asnjë arsye nuk është mbyllur apo të jetë pushuar si çështje. Thjesht një kapërcim kohe si një porosi aktuale nga lart për të përdorur edhe më shumë pozicionin e tij të konës së grupin e deputetëve të Majt. Edhe në këtë histori përmendej shumë emri i Olsi Komici, deputet që dikur ishte në KPK të Vetingut, i cili që në atë kohë kishte marrë garancit nga ana që kalonin promovimin për drejtësinë e re që disa emra duhet të kishin siguracion politik kasko. E natyrisht e ndoshta i pari në këtë rast kishte të bënte me Taulant Ballën, emri i të cilit figuron jo pak në përgjigje telefonike në këmbim të votive në një dosje që për pak arsye të mundshme uli pak marshin e investigimit, përpos edhe fakti që skandale akoma më të mëdha zunkohen efektiv në televizion për peshkaqen të tjerë të politikës. Por për cilat arsye dhe çfarë motivi SPAK vazhdon të mbaj pezull dosjen e Taulant Ballës, për sa kohë nuk e konsideron zyrtarisht të mbyllur, një herësh paralel me objektin e hetimit të Balla, sipas një standardi hetimi do t'i nënshtrohet dhe hetimit pasuror. Burime të ndryshme të përbashkëta bëjnë me dije që artikulimi në protestë në rritje sipër të algoritmit të abuzimit me pushtetin dhe nga ana e protestuesve të ujrave të pastra dhe të pista bashkë siç shprehet Sultani, ka ardhur si një kërkesë e vazhdueshme konfidenciale disa ambasadave të huaja që kërkojnë edhe ndërmjet zëri qytetar të risjellin në vëmendje të SPAK riaktivizimin e dosjes që implikon në mënyrë të drejtpërdrejtë kreun e grupit parlamentar në cënimin e zgjedhjeve nëpërmjet levave të pushtetit. Burime nga korridoret të SPAK, ku është shumë e vështirë të mësosh diçka më diskrete, nuk e pohojnë por as e mohojnë në lëvizje të tillë. Thjesht buzëqeshja e tyre është një domethënie e madhe që ndoshta koha e Taulant Ballës nuk ka mbaruar në SPAK, por ka nisur. Një herësh mësohej që karshi Taulant Ballës po hetohet së fundmi edhe për prokurimet e mundshme në kohën kur ishte ministër i brendshëm. Në një mënyrë apo në një tjetër, tashmë mekanizmi i drejtësisë së re për taun është rivënë në lëvizje për të zbardhur diçka më shumë sepse u bllokua. Dhe akoma më tej pse është vënë sërish në reaktivizim. Ndërkaq që në proces verifikimi thon burimet janë edhe në përfshirje të mundshme të vetë kreut të deputetëve të Majt në investimet strategjike të zonës Kavaj-Rogozhin, ku edhe Balla bredh politikisht çdo gjë si drejtues qarku. Nëse është të palë me firmat aksionere, një prej këtyre investimeve citoi dhe vetë Rama në këtë zonë. Drejtësia i ka ende hapur pra llogarit me zërin më empatik të vetë socialistëve, por edhe të vetë qytetarëve të ndershëm. Taulant Ballës, llogarit të cilat një dorë e fortë me pushtet dhe në ndikim të fortë mbi SPAK e frenoi për një periudhë kohe dikur. Tashmë Rama si duhet të lëshoj disa ushtarë të tij për strofullën e SPAK. E me sapo nuhatet, një prej tyre është luftëtari më i nxehtë i ofendimeve dhe lincimeve kundër protestuesve shqiptar. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.